Partia Demokratike ka reaguar ndaj deklaratave të policisë së shtetit, e cila njoftoi se 11 efektiv ishin lënduar gjatë protestës së opozitës. PD i konsideron këto pretendime si mashtrim dhe të pabaza. Në një deklaratë të shpërndarë për media, PD thekson se përpjekja për të ngjyrosur një protestë masive kundër qeverisë me akuza të tilla është një shenjë frikës së kryeministrit Edi Rama dhe shërbëtorëve të tij. Sipas informacionit të grumbulluar nga Partia Demokratike, asnjë efektiv policie nuk ka kërkuar ndihmë mjekësore në spitalet e kryeqytetit. Zhvillimet politike në Shqipëri kanë arritur në kilometrin e fundit, thekson PD. Gjithashtu, partia opozitare akuzon se jo vetëm që nuk ka pasur policë të plagosur, por ka pasur 10 protestues të lënduar dhe të arrestuar, shpesh në mënyrë të palishme nga individ pa uniform që lidhen me patronazhistët e qeverisë. Çdo tejkalim i ligjit do të merret shënim dhe çdo abuzues do të mbajë përgjegjësi të plota, thuhet në deklaratën e PD-s. Partia Demokratike përmbyll reagimin e saj duke siguruar ndihmën ligjore për të ndaluarit dhe familjarët e tyre. PD ka theksuar se ky është fillimi i fundit për narkoregjimin dhe narkopolicinë.